Për herë të parë në histori, Shqipëria do të mirëpresë një nga garat më të mëdha ndërkombëtare të ciklizmit, Giro d'Italia. Gara e përmasave botërore nis më 9 maj nga sheshi Skënderbej në Tiranë dhe përfundon në sheshin Nën Tereza, duke shndërruar kryeqytetin në një qendër të madhe të sportit dhe festës. Në prag të këtij aktiviteti, policia e shtetit ka zbardhur planin e masave për sigurinë rrugore dhe qarkullimin në qytetet ku do të kalojë gara, si Durrës, Elbasan, Tiranë dhe Vlorë. Etapa e parë e garës zhvillohet më 9 maj me start në Durrës në orën 13:10 dhe përfundim në Tiranë rreth orës 17:30. Për këtë arsye do të ketë kufizime në disa akse kombëtare dhe rrugë urbane, si dhe pezullim të linjave të transportit publik. Në Durrës bllokimi i parkimeve do të nisë në 8 maj në disa nga rrugët kryesore dhe në shëtëtoren Taulantia, ndërsa në Tiranë më 9 maj do të bllokohen për qarkullim segmentet kryesore që lidhin hyrjen nga Elbasani me qendrën e qytetit, përfshirë rrugën e Elbasanit, bulevardin Bajram Curi, rrugën Jeanne d'Arc, bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe zona të tjera qendrore. Bllokimi do të zgjasë nga ora 13 deri në orën 18, po atë ditë do të pezullohen disa prej linjave më të përdorura të transportit urban, ndërsa të tjera do të devijojnë itinerarin për të shmangur segmentet e bllokuara. Policia e shtetit apelon për mirëkuptim dhe bashkëpunim nga qytetarët, duke theksuar se Giro d'Italia është një mundësi unike për promovimin ndërkombëtar të Shqipërisë, por dhe një sfidë organizative që kërkon disiplinë dhe respektim të rregullave. Bllokimi i akseve rrugore urbane në Tiranë, po të etapës parë. Dhe këtu është ndalimi i qarkullimit 2 orë para kalimit garruze në të gjithë itinerarin e etapës. Bllokimi fillon nga ora 13:00 deri në 18:00 në të gjithë itinerarin e kësaj etape. Ndalimi i qarkullimit automjeteve me parashtim të mjeteve të emergjencës dhe policisë së shtetit nga ora 10 deri në 18 të datës 10/5/2025 në gjithë itinerarin e etapës 2, e cila përfshin nisjen nga sheshi Skënderbej, rruga Urani Pano, Det Gjoluli, Ibrahim Rugova, Dëshmorët e Katëshkurtit, Gjeq Fishta, Mohamed Gjollesha, Bajram Curi, Ibrahim Rugova, Lek Dugagjini, Dervishima, rruga Elbasanit rreth rrotullimit Saukut, Abdyl Frashi, bulevardi Zogu i Parë deri te rruga Fortuzi, rruga mbrapa Pallatit Kulturës. Pra kjo ka të bëjë gjithë akset rrugore që përfshin itinerarin që u shfaq dhe monitor. Blloqet e banimit me akses kufizuar në datën 10/5/2025 janë pjesë e banimit në rrugën lidhëse me rrugën Papa Gjon Pali 2, e cila nuk ka akses për dalë mbas orës 10 deri në 18. Rrugët përfshin Dervishima, Asim Zeneli, Themiskoli Gërmeni, Ismail Qemali, Mustafa Maturiti, Jul Vari Boba dhe Fatmira Xhiu. Bllokut e Ukrainë e Lirë nuk ka akses për dalë kjo në ora 10 deri në 18. Pra këto janë dy blloqet që kanë aksesin e kufizuar dhe kanë pamundur intervalin 10 deri në 18, pasi në atë interval do kalojnë gjithë garruesit dhe është segment që rrethon këto dy blloqe. Në ditën e 2 të garës, më 10 maj, bllokimet do të zgjerohen edhe më tej në qendër të Tiranës, përreth sheshit Skënderbej, rrugës Det Gjon Luli, rrugës Muhamet Gjollesha, rrugës Elbasanit dhe zonave përreth do të ketë ndalim qarkullimi nga ora 8 deri në orën 18. Po ashtu, është kërkuar lirimi i zonës së Ishgardës dhe bulevardit Zogu i Parë nga të gjitha mjetet e parkuara që nga mëngjesi 9 majit deri në mbrëmjen e 10 majit.